Uvir, po nisi me njerë me një parashikim i marrim ndeshjet me radhë për të analizuar këto 4 sfida, por po ashtu të ndalin pak të sfidat e nesërme. Nisim pak me Sportingun e Lisbonës me Bodo Glimt. Ndeshja e parë fituar nga Irushja e këtij kompeticioni pak të sezon Bodo Glimt. Si e sheh këtë ndeshje kthimi? E përcaktove mjaft mirë, sepse ashtu është, askush nuk e mendonte këtë skuadër pra norvegjeze që do të arrinte deri në këtë lloj niveli, duke eliminuar Interin dhe është shumë pranë eliminimit një skuadre tjetër me emër. Dhe që siç është Sportingu, pra 2 skuadrat në futbollit latin dhe me emër, me traditë, me histori. Por tashmë nuk duhet konsideruar e tillë, ka 2 elemente që favorizojnë rezultatin dhe njohja që kemi për këtë skuadër nuk është më befasi, ditë administroj rezultatin, lojën dhe aq më tepër në transfert. Është një skuadër jashtëzakonisht e vështirë për tu mundur. E favorizon rezultati, kështu që unë e konsideroj pothuajse të kualifikuar Bodon në fazën e tetëshme. Pra, sheh më tej Bodo Glimtin për shkak të rezultatit, por jo vetëm. Absolutisht. Padyshim, ka zhvilluar një sezon shumë të mirë. Do thonin më çfarë ka thyer çdo parashikim. Si nuk duhet konsideruar më surprizë dhe si Interi që nënvlerësoi ndeshjen e parë dhe dytë dhe është një mësim i mirë për Sportingun, por rezultati 3-0 është e vështirë sepse është një skuadër që luan shumë mirë në mbrojtje, shumë e saktë, e konsoliduar dhe që nuk gabon shumë pak. Okej, ndalim pak tek Arsenal, Bayern, Leverkusen, 1-1 ndeshje e parë. Ajo që du të them unë është në përgjithësi që ky tur shokoi pak goditje ekipet britanike dhe është me shumë korrektje për të parë se si do dalin ato kur pothuajse 80% e tyre është eliminuar teorikisht. Pra dhe një ndër këto takime është edhe Arsenal Leverkusen, që mund të jetë vetëm skuadër engleze, kryeson Premier League-ën, e distancuar, kandidate për të marrë trofeun dhe që ka një rezultat 1-1 barazoj pra pothuajse në fund lojë me Leverkusenin. Dhe që rezultati e favorizon një skuadër që shënon në mënyrë sistematike, ka gjendje të mirë, formë të mirë, e konsideroj pothuajse të kualifikuar. Fati sot që nuk ka më golin transfert i dy fisht, siç ka qenë dikur, i ka lënë ndeshje të hapura, edhe pse teorikisht themi Arsenali është më i favorizuar nga çfarë unë thash, sidoqoftë futbolli gjerman, surprizat mund të mos mungojnë. Një rezultat 1-1, kalimi në shtesë, kalimi 11 metrësha mund të ndërlikojë çdo skuadër, sepse një takim është mjafton një episod, një moment për të përcaktuar fatin e një ndeshjeje. Okej, ndalim pastaj të 2 sfidat që janë, le të themi, finale parakoshme të dyja. Chelsea me Parisin, fillimisht, dhe City me Realin më pas, por dalim të Chelsea me Paris 2-5, a shet mundur një remontada, si të thonë në Spanjë? Të dyja janë ndeshje që më zhgënjyen, sepse prisja më tepër edhe nga Chelsea dhe nga Manchester City, por nëse do t'i referohem Chelsea-t, mund të them që askush nuk e mendonte pra një humbje të tillë, një rezultat që kushtozon e kondicionon ndeshjen e kthimit, edhe pse Chelsea pra shënoi 2 gola, loja mund të kishte marrë tjetër rrjet, tjetër fund, por rezultati 5-1 dhe e një trajneri siç është trajneri i Paris Saint-Germain, i cili në një farë mënyrë ka një traditë të jashtëzakonshme në bilance me ekipet engleze dhe që nisur nga rezultati, nisur nga ajo çfarë kjo skuadër prodhon edhe në transfert, unë e shikoj shumë vështirë sfidën e Chelsea-t, sepse një gol i shënuar nga Paris Saint-Germain, i cili ka një kontingjent me lojtar të mirë dhe që janë formë e kushtozon pra e mbyll takimin. Duhen shënuar 4 gola, një farë mënyrë për të kualifikuar, që nuk është e lehtë, se mund të shënosh 1, 2, 3, por edhe do psosh janë 90 minuta ndaj një skuadër që ka një mënyrë sistematike e realizon shënon. Kështu që edhe këtë takim e konsideroj përqindjen më të madhe ja jap Paris Saint-Germainit, sepse e kushtozon, e kondicionon rezultati dhe forma, gjendja dhe kontingjenti që ka kjo skuadër. Okej, ndërkohë ndalemi padyshim tek ti them drejt që më zhgënjyen si City, si Chelsea. Pse? E thash në përgjithësi për ekipet angleze prisja më tepër duke njohur potencialin shumët ekonomike që kanë derdhur, sepse në fundit dalja nga titulli në Premier League i drejton të gjithë objektivat në Champions League-ën këtyre skuadrave, nga cilat vetëm Arsenali unë e shikoj pothuajse të kualifikuar. Të gjithë ekipet e tjera janë me një përqindje ndëshkuese në kualifikim. Një ndër to është edhe Manchester City, një skuadër e përjetuar nga ne, sepse na ka argëtuar, ka kënaqur, një skuadër e cila ka në gjirin e
13 lojtar kolos dhe sot pra mund shikojmë pra nga një krah kemi Haaland, nga krahu tjetër kemi futbollistin kemi sulmuesin Mbappé, i cili mund të aktivizohet sot. Nga një krah kemi portierin e Realit Madridit, fitues protagonist të gjitha trofejt e Realit, nga krahu tjetër kemi Donnarumën edhe ai vjen nga titulli i fundit i marrë me Paris Saint-Germainin. Pra kemi një grup lojtarësh 2 trajnerë mjaft mirë, kemi një grup lojtarësh, 2 skuadra me emër dhe që normalisht rezultati 3-0 i pjesës parë nuk i përgjigjet potencialit që kanë. Një rezultat që na befasoi me një 3 golësh një 3 golësh të një futbollist i cili një farë mënyre nuk ishte i njohur Valverde, pra që nuk ishte protagonist në këto sfida, por që i ka dhënë një rezultat jashtëzakonisht potencial. Mos harrojmë që Reali Madridit ka dhe Vinicius, një sulmues që të rrezikon, shënon dhe në kundër sulm mund ta godasi Manchester City. I duhen 4 gola, pra Manchester City për të kualifikuar duhen 4 gola ndaj një skuadre që një farë mënyre tradita nuk është se e kanë favor, edhe pse ka spektatorin, ka fushën, por është një rezultat që unë e konsideroj Realin e kualifikuar. Pra, një farë mënyre 70-30 do të jam për Real Madridit, siç jam dhe për Paris Saint-Germainin.